Transmeton Fatime e bija Abdul Melik ibn Marwanit, bashkëshortja Omer ibn Abdulazizit, e cila tha, e pa të ndëgju Omer ibn Abdulazizin që shpeshherë bante këtë lutje dhe thonte: o Zot i madh, më vetmo në rastin e vdekjes qoftë edhe një qast. Tha e vetmoj Allahu Azza wa Jall. Tha e lëm të vetmuar Omer ibn Abdulazizin në dhomën e tij. Derisa ndëgjuam duke lexuar fjalën Allahut Azza wa Jall: tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin e Kerim, ahiretin ja kemi veçuar vetëm atinve të cilët s'kan dëshirë të rriten, të ngriten në këtë botë dhe nuk dëshirojnë të bëjnë çrregullime në tokë. Wal aqibatu li taqwa. Ahiretin e kemi veçuar për njerëz të devotshëm. Tha heshti i zani Omerit pas leximit të këtij ajetit. I thash një djalit që të shkon të varen, a është duke fjetur prisi muslimanëve apo jo? Tha nër lajmi se Omer ibn Abdulazizi është nda për kësaj dunjës.